Është kënaqësi për ne në fakt dhe me të drejtë, Berati gjithmonë ka prodhuar lajme të këndshme, lajme të bukura, lajme që janë lidhur me turizmin. Jemi mësuar në fakt që të flitet për Beratin përgjatë stinës pranverës apo kur afron dhe vera, ku kemi dhe një shtim pak më të madh turistëve. Megjithatë, këtë herë duket sikur ka nisur bumi turistik që tani në janar, dhe këto lajme të bukura sigurisht që japin optimizëm se do të jetë një vit i mbar për këtë qytet, apo jo? Po, ne kemi mbyllur një sezon shumë të suksesshëm gjatë vitit 2025, ku kemi pasur një numër prej 1 milion turistësh, mbi 1 milion turistë sipas shifrave zyrtare. Kështu që jemi optimistë që dhe viti që vjen 2026 do të jetë një vit i suksesshëm për turizmin në qytet. Sa ju ka gëzuar lajmi se Berati është përfshirë në një nga këto revista prestigjioze dhe që cilësohet si një nga perlat e 2026. Që gjë mund të ndihmojë, unë kam faqen e parë të Travel and Tour World këtu të hapur në ekran dhe thot është një nga perlat e Ballkanit, kështu që të gjithë ata që kanë ndërmend të shkojnë në këtë rajon, vizitojnë patjetër edhe Beratin. Në fakt nuk është hera e parë që qyteti përmendet dhe përfshihet nëpër media prestigjioze apo guida prestigjioze ndërkombëtare. Patjetër që është kënaqësi për ne, por është dhe një motiv për të fokusuar dhe për të punuar akoma me më shumë pasion dhe entuziazëm në mënyrë që ky model suksesi të vazhdojë. Çfarë bën sipas jush zoti Ceca Beratin kaq të veçantë që reflektohet kudo edhe nëpër këto revista prestigjioze? Berati është një kombinim eksperjencash, le të themi. Përveç trashëgimisë son pasur kulturore dhe historike, patjetër që unë do të përmendja këtu dhe natyrën e bukur që ne na rrethon, fshatrat e bukur. Ne kemi malin e Tomorit, kemi hapur shumë kanjonet e Osumit, kemi zonat përreth qytetit, unë do të përmendja këtu patjetër zonën e Sinjës, që vitet e fundit ka marrë një zhvillim shumë të mirë nga ana turistike. Kjo është një kombinim eksperiencash që e bën qytetin të jetë një destinacion i mirëfill për ata që duan një turizëm të qetë, autentik dhe që vlerësojnë dhe natyrën.